Radio Kosova. Aty ku rrëfimet mbesin në kujtesë. Çdo zë ka një histori. Rëno për me tregue. Të gjalla, të ralla, ekskluzive. Vetëm në Rrëfim pas rrëfimi. Zëri i së vërtetës. Rreth 1432 fëmijë shqiptar janë vrarë gjatë luftës në Kosovë dhe në periudhën para saj, përfshirë ngjarjet që nga viti 1981. Vetëm gjatë viteve 1998-99, numri i fëmijëve të vrarë arrin në 1392. Në këtë listë të dhimbshme është edhe emri Donjeta Krasniqit nga Drenoci Malisheves. Ajo ende nuk i kishte mbushur 7 vjet kur u vra me 4 maj 1999 bashkë me 6 civil të tjerë të strehuar në malet e Damanekut. Kanë kaluar më shumë se 2 dekada nga përfundimi i luftës në Kosovë, por plagët vazhdojnë të jetojnë në kujtesën e prindërve dhe familjes së Donjetës. Prindërit e saj, Ganiu dhe Floria, vazhduan jetën me 6 fëmijë të tjerë. Por dhimbja për Donjetën ka mbetur aty, e pandryshuar. Kujtimet e saj ruhen me të njëjtin kujdes si ditën kur ajo ishte gjallë. Donjeta ishte fëmija i tretë i familjes, një vajzë që sapo kishte nisur parashkollorin dhe që si çdo fëmijë tjetër kishte ëndra për jetën. Sot, prindërit e saj e kujtojnë me dhimbjet e pashuar dhe me pyetjen që mbetet pa përgjigje. Pse u vran fëmijët e pafajshëm si Donjeta, një fëmijë i harreshëm që i donte lojrat, jetën dhe ëndrat e fëmirisë. Ishte fëmijë gjallë, fëmijë shnush, i harreshëm, i zgjuar shumë. Ka qenë parashkollor në moment kur u vra. Po edhe atëherë ka qenë në koha ju e mirë, se kanë shiju, domethënë, as parashkolloren si që dohet, as vish 1 gjysmëvjetër e ka kry parashkollor, po kjo vetë si fëmijë ka qenë shumë e zgjuar, shumë e harreshme, shumë e zgjuar, sa që çdo ditë jetë e saj na i lyp ke jetë veti, domethënë. Edhe çdo herë thej shumë, Donjetë, edhe emrin e ki qysh je vetë. Donjetë. Kishim gjatë luftës 5 vajza edhe një djalë, 6 fëmijë. 6 fëmijë me Donjetën i kishim. Donjeta ka qenë fëmija i tretë i junë. Fëmija i tretë i junë. Ka qenë vajzë shumë e zgjuar, shumë e lëvizshme, shumë e harreshme. Qatë kohë pa dalë edhe avri vladi, pa qitë një kongë për ushqypën, për ushtrinë, aja vazhdimisht e këndonte, vazhdimisht. Pak ditë pas fillimit e bombardimeve të NATO-s, familja Krasniqi u detyrua të largohej nga shtëpia. Ofensivat e forcave serbe në Drenoc dhe fshatrat përreth po intensifikoheshin, ndërsa mijëra civil kërkuan strehim në malet e Damanekut. Ganiu besonte se ajo zonë ishte më e sigurt për familjen. Ai vizitonte her pas here familjarët e strehuar në mal dhe u dërgonte ushqim. Sa herë shkonte, Donjeta e pyeste kur do të ktheheshin në shtëpi. Na o detyruam të dalim nga shtëpitë tona, zhvendosëm në mal në fshatin Damanek, në pyllin e fshatit Damanek, nga forcat serbe, pas bombardimeve të NATO-s, domethënë me 28 mars kemi dalë nga shtëpia, dhe atje në pyll jemi zhvendos, ato kemi jetu, ato kemi nejt. Afërsisht kanë qenë 8.000 banor të zhvendosur në atë pjesë, në atë ku kanë qëndru edhe familja ime. Donjeta ka qenë fëmijë shumë i zgjuar, fëmijë shumë aktiv. Edhe gjithherë, çdo ditë edhe pse nuk mujshna me nejt afër familjes unë në atë kohë, se kishim edhe të zhvendosur tjerë, domethënë që i mojshim në familje,
Si që ka qenë, do me thonë, hala jonë, vete dhejta, me nuse 3, me gruët dëshmorë nipin e kemi pas Abedin Bujupin. Edhe për atë arsye kushtet e jetesës të asaj kohë në mal, do me thonë, nuk u mujt, edhe kum pas edhe konatën me një fëmijë të vogël, nuk u mujt me nejt ofër. Ishin prind, ishin vëllezërit më të ri, edhe nuk u mujt her pas here, ju kum qunën, do me thonë, ushqim. Jum kujdes për ushqim. Çdo herë që kom shku, ju kom dërgu ushqim, çdo herë më ka pyet kur po kthehem shtëpi. Jeta në malet e Damanekut ishte një përballje vazhdueshme me frikën. Për Florien ishte edhe më vështirë pasi duhet kujdesej për 6 fëmijët dhe për vajzën e vogël vetëm disa muajshe. Shumë vujtje ka pasen, kena dalë prej shtëpie kena shku në malet e Damanekut, kena jetu që aty 5 javë. Kena pas refugjat tjerë, do me thonë, familjarët, adin, do me thonë, shumë, nuk ka dof me gatu, me gjdo minut gjujshin, se di që ku pa bjen qaja granata. Unë e Sinan e kum pas shumë vështirë, 5 vajza e 1 djalë. Edhe mu ka doft më kujdes për krejt që ata fëmi, ujë s'keshëm. Në malë, kushtet ma qysh ma keq. Edhe, u dufke me gatu për krejt që ata antari, na ka 22 antarë. Edhe, rrëthime s'ka ma qysh ma keq ma. A kishit frikë? Frikë, sa që nuk e dishe e kishëm një traktor të mljone. Zdishe ko me la fëmin, ku pa gjujnë, apo gjujnë midis në traktor, piti mysin krej. Mëngjesin e 4 maj të vitit 1999, askush nuk e dinte se ajo ditë do t'ishte dita më e rëndë për familjen Krasniqi. Forcat serbe hapen zjarr dhe granatuan zonën ku ishin strehuar mijëra civil shqiptar. Një grup i vogël njerëzish ishte shkëputur nga turma e madhe. Në mesin e tyre ishte edhe Donjeta. Një granatë ra pranë tyre, duke shkaktuar vdekjen e 7 personave dhe plagosjen e më shumë se 10 të tjerëve. Me 4 maj 1999, janë sulmu popullata nga fshati Turjak, kanë gjuhë me minahjas, forcat serbe, dhe në fërsi popullatës, ka darë zoti që s'ka ra në mes popullatës, po në fërsi, diko në fërsi 30 metra, që ata shka kanë qenë, dhe me thonë pak si ma largë ati grupit madhë, ato janë vra 7 persona, edhe 2-13 janë plagu. Në mesin e tyre ka qenë edhe vajza jonë Donjeta Krasniqi, e lindur me 10 1992, dikona fërsisht 6 vite e gjysë. Pa mbushur ende 7 vite. Pa mbushur ende 7 vite, ka qenë zënëse parashkollore. Endë, do me thonë, pa i ban 7 vjetë, edhe ka ra dhe vajza jonë. Do me thonë, ka qenë viktima ma e re e ati grupit mesin e atyre 7-ve që kanë ra. Donjeta mbeti e vrarë. Ajo ishte më e vogla nga 7 të vrarët. Aty u vra edhe 13 vjeçarja, Besa Abazaj nga Glareva, si dhe 5 civil të tjerë. Sipas rrëfimit të nënës, Donjeta ishte me një copë bukë në dorë, kur u vran nga forcat serbe. Vajza ime në ditën kur ra që u mëtë, erdhë një goldën, një traktor i vogël, vajza s'kish pas i golduni. Edhe tu e këqyrë qatë goldën, kanë gjuhë qatë, një qatë skej. Edhe i mëtën 7 qatë, vajza ju në ma vogla. Ku ishe ti? Unë isha te ky shaturri kur ishëm në malë ma asi. Edhe me vajzën e vogël që kish lind 3 ditë ma herët që kishëm dalë në malë. Çdo mëngjes që ka lind dielli mëngjes, ja quqaja vajzë herët akon gjithë. E zgjot, e areshme, kur sungin ke luj në malë. Edhe për çdo mëngjes i ka thonë gjyshit vetë, gjysh, kur kena më shku të shtëpia? Nesër. Kur u bajke nesër, gjysh, a u bo nesër? Edhe ditën e kur u ra, a ditë, i pata la fëmijën.
Dhe ishta me shku të një rejk, ishtë një rejk që aty në fshat, që atë farë Damanek, që aty milodët isha. Vojza me një cupë bukë në durë, veç sa ja këmë dhonë bukën me dëshiqerë. Edhe u bon rumu, u bon këtë gjujten bashkë në popull, u bon frimu, nësë më isha me kuptua i kam krejt thminjën në atë. Kura ardhë vojza e halës burrit, që ish me nive në malë, e plagus në aja 12 vena. Edhe ardhë aty të na. Tha shkëni, tha dënjeta e kanë mytë që atje. Ka shku kunati e ka marrë, kur e ka pronë, kamën një kish këput, krejt vish në lkuri kish mejt kama. Edhe kish marrë plumi pjesë të granatës, që ashtë përnda granata, a kishin marrë në gjiks. Edhe për pjekja mjekve ka pas mjek edhe në malë, atëherë në atë kohë. Një farë milazim kryziu, doktor, akon në malë, erdhë, munu, pa mojshme me ba, me pështo, ja lidhi kamën, e munu bëllë, po s'mujti se e kish marrë shumë. Momenti ma i rani jemi akon, sa që vojzën shtrinë që aty me një qibe, edhe së më leshin këta tjerë thëmi, mu a vyta, di nga të sojna pej tutës, se pej, asi aja lëpi ku anona, momentin si më ka pa, me një herë, i metën 20 qilë. Rana kon shumë. Në ditën kur Donjeta u vra, baba i saj Ganiu nuk ndodhej pranë familjes. Ai e mori lajmin me vonesë. Varrimi u organizua në kushte lufte në varrezat e fshatit Damanek nga pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në ditën e rënies unë nuk kom qenë prezent. Ato ka organizuar ushtria çlirimtare në krye me Haxhi Krasniqin, fshatit Damanek, edhe kanë bën varrimin, kanë bën hapjen e varreve dhe kanë bën varrimin e vajzës time dhe tjerëve kush ka desht me lënë ato. Do me thonë me varros në varrezat e fshatit Damanek. A kon rasti i ranë shumë, po apet nuk mu ishe me thonë për këta so që zdishe kur pa t'vjen tjetra granat për të mytë krejt. Edhe u shpërndon krejt populata, metëm veç nashka i kishëm dvraunit, metëm aty, në atë ven. Qatë, ne i të ndej organizon ushtria i qelen vurret e i vërrësen. Për gjakit sajna për gjithë ditë ku më shku udhas, i më shku ditë e vurri. Jeta po vazhdojke po për nëndë dhe më thonë shumë rarë. Pas pothuajse një muaji, erdhi shlirimi i Kosovës. Por për prindërit e Donjetës, ishte vështirë të përballoj humbja e saj. Kthimi në shtëpi ishte një tjetër sprove rënd. Ata vendosën që ta rivarrosnin vajzën e tyre, Donjetën, me 10 tetor 1999 në fshatin e saj të lindjes në Drenos, pikërisht në ditëlindjen e saj. Momentin kur është lirohu, ka qenë momenti ma i ranë për mu. Sa që s'kish në që shmo këthy për shpije me lanë qiken. Jeta ka vazhdu, unë e thash edhe ma heret. Kër im shkuj Komorën, familjen, nga Mali, kapitulloj Serbia, eci, nga Mali për mi punë shpi, mund dë njeta me të vërros në Damanek. Mund më dëkë që u me tjetër shtetë. Mirë po, kër i kujtoj shumë raste tjera, që kanë njerëz edhe sot e kësaj dite, nuk e dim ku kanë varën. Ishte shumë e lehtë për neve, edhe ishte për mas me bo bisedë fare. Se kishë që kishë në uptor familjen, edhe ishin të humbur, edhe sot e kësaj dite janë të humbur, nuk ju dihet varë. Në atë pakten e di shumë varën. Sot, më shumë se 2 dekada me vonë, Donjeta vazhdon të kujtohet në çdo përvjetor, në çdo tubim familjar. Me largimin, me kapitullimin e forcave serbe,
na u këthym shtëpia tona, edhe ashtu të shkatërruar e djegur, edhe të vrarë. Vajza na met e varrosën në fshatin Damanek, më dëk që shumë largë më kam bet, edhe me 10 ditëlindjen e saj, për ditën e lindjes sajna, kena ban revorrimin, edhe e kemi prunë, e kemi varrosë në varrezat e fshatit tonë, në mënyrë të organizune, bashkë me Farefis, edhe me që shoke gjithë dashamirët, si ku më pasjen qatë ditë. Vdekja saj, dhe më thonë një saj, sot e kemi ofër tash e kemi këto në varrezat e fshatit, e vizitojmë, e përkujtojmë, edhe e përkujtojmë. Dhimbja ende është. Sa herë që kemi përkujtime për ta, për vjetorët e saj, na do këtë si dje. Mirë për prapë se prapë, mam të fort edhe nuk guxojnë atë, është shumë e ligë për neve të bojmë bisedë me dikun që ka edhe raste matrona, që ka dhe të humbër. Këtu jam shumë a lehtësone, si të mërzit na shkoj të burri. Dhe më tha dhe shoqët këtë jashtë, dhe ato shumë mërzit. Çdo herë kujtoj, po dhe me tha kur më lidhem familja, krejt, shkojnë me një, shkej ta marrë fëtën dur nësë më stalon, a din veç, ta marrë fëtën e saj, ta moj qëtu. Pas vrasjes së Donjetës, u gjetën sendet e saj personale, mes tyre një kapse plokësh dhe fushe e dhëmbëve, që i kishte marrë me veten e malë. Prindërit i kanë ruajtur, edhe rrobat që ajo kishte veshur, atë ditë që u vra. I kam tesha që i ka pos vesh, i kam i ruj, i palë, i këqyri. Veç për i thmive, adin nuk mu kam qef më pa thmija, se mërzitën krejt, më gjuhin, sët mi shohin, që fa kino. Ajo kishte me vete atë në malë edhe furqën e dhëmbëve. Furqën e dhëmbëve dhe një kapset flagve. Në gjepja kina gjitën, mësi që ja dhe hekum teshat, që i dha shpirtin. Pak kohë pas përfundimit të luftës, Ganiu dhe Floria u bën prindër të një djali tjetër. Nga 6 fëmijët e tyre, sot janë bërë gjyshër shumë herë, por mungesa e Donjetës mbetet plagë e hapur në jetën e tyre. Mes kujtimeve dhe dhimbjes, ata vazhdojnë të kërkojnë drejtësi, jo vetëm për vajzën e tyre, por për të gjithë fëmijët e vrarë në Kosovë. Ne jemi shumë të vegjël për me shku me kërku drejtësi edhe me hëllumtu se që shka arë dhejtë aja edhe kush kanë qenë ata që kanë ban këtë vepër edhe shumë vepra tjera në për Kosovë, se nuk jemë të vetmit ne. Por në bashkëpunim me institucionet, kemi bërë përpjekje? Kemi bërë përpjekje drejt me thonë shumë s'kemi ditë edhe ku të drejtohemi, se nuk në ka udhëzu dikur që mund të drejtohesh këtë institucione ose në tjetër. Por në kanë marrë shënime, kanë marrë, dhe me thonë i kanë shënimet, i kanë rastet prej ku qysh tek. Edhe në vje mirë që ofse dëngjojmë që dikush është duke interesuar të dalin para drejtësisë ata njerëz, sepse njerëz të gjithë ata që janë vrarë ato kanë qenë pafajshëm, kanë qenë civil. Edhe në shumë vende tjera, do me thonë kanë bërë dhe masakra, kanë bërë na mund me qenë shumë të vegjël në krahasim me disa familje tjera që kanë dhënë krejt familjen, shumë antar të familjes. Por sigurisht do të qetësoheshit nëse do të kuptohej për normale është ata që do ta merrnin dënimin e merituar. Të dënohej Serbia për krimet që ka bërë, sepse këta ishin fëmijë dhe me konventa ndërkombëtare sigurisht fëmijët duhet mbrohen, jo të vriten. Kjo ka qenë Serbia, kjo është Serbia, aja që e njohëm dhe më tha me shekuj, nuk ka ndodhur vetëm këtë luftën e fundit, po në gjitha luftrat, në gjitha
do me thonë, kja ka qenë në Serbia, si e njohëm gjithë brez pas brezi. Dhe si kurse o as fëmijët. Po. Për neve është shumë ndihem të lehtësuar, ndihem edhe jo vetëm për rastin tonë, për çdo rast që arrestohet një kriminal që ka bën krime lufte në Kosovë dhe 27 vite, 28 vite pas luftës kapet edhe dënohet, edhe për ne na vjen mirë, do me thonë, është lehtësuar edhe familja, paka shumë. Ne kem qefë, kem dëshirë dhe ata mu arrestu edhe mu denu edhe mu kapë, mirë po institucionet janë institucione, nuk këna mujt edhe drejt me të thonë, nuk këna, jena dok shumë të vegjel para disa familje tjera, dhe me thonë me shku me kërku, ku të dijon në për vende, në për institucione, kur ata i kanë gjonat, i kanë shënimet, i kanë gjitha të shuhëm. Inshallah dhe Zoti edhe dënohen ata, jo veç për fëmijën tonë, po për gjithë fëmijët e Kosovës. Për gjithë fëmijët e Kosovës, inshallah dënohen ata njerëz që i kanë bën këto gjona, që nuk harrohen kur, nuk është e lehtë me harru. Unë kërkoj drejtësi, kërkoj për organe prej kush është ma kompetent. Kërkoj drejtësi për çdo fëmijë, për çdo tron Kosovë, se kush e ka përjetu e din çka është dhimbja e vllatit, është s'ka maran. Sa do që të shkojnë vitet, kujtimi është sikur set. Po, kërkoj kush është ma me zbardh në rastin bre, me marrë ata kriminal dënimin të merituar me marrë për fëmijë, për njerëz pa fajshëm, kanë myt, kanë bën çka ju ka ardhur për dore. A do të ndiheshit më e lehtësuar? Po, më e lehtësuar, sidomos që tash e njeva u dënon dë për një bajs ka diçka. Tash o Allah, dënoj kush e meriton. Kush e meriton, dënoj krejt. Ishin këto rrëfimet e Florie dhe Gani Krasniqit nga Drenoci Malishevës, të cileve ushtria serbe u avrau vajzën 6 vjeçare e gjysmë. Këto dëshmi flasin për krime të rënda ndaj fëmijëve shqiptar gjatë luftës në Kosovë. Kujtesa për këto ngjarje mbetet detyrimi i shoqërisë, i shtetit dhe i brezave që vijnë. Megjithatë, edhe sot mungon një muze kushtuar fëmijëve të vrarë, pavarësisht përpjekjeve ndër vite. Nuk ekziston ende një memorial i përbashkët ku do të përkujtoheshin 1432 fëmijët shqiptar të vrarë nga regjimi serb. Drejtësia për shumë prej tyre ende nuk është arritur. Qindra fëmijë vazhdojnë të figurojnë të zhdukur nga lufta në Kosovë. Pyetja mbetet e hapur. Deri kur familjet do të presin për përgjigje. Autore Sabri Haxhiu, realizimi Shpejtim Salihu.